tërsi Ministria e Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës, në tërsi edhe asfaltimi rrugës Drenica në Vushtri, me vlerë prej afër 690.000 euro, komplet Ministria e Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës. Tutje është rindërtimi segmentit rrugor Druar Pestov, aneksi 1, me vlerë totale prej afër 345.000 euro, pjesën më të madhe Ministria 200.000, pjesën tjetër komuna, projekti rrugës Druar Pestov aneksi 2 mandej, Ministria me komunën, këtu pjesën më të madhe komuna e ka financuar, projekti rrugës Hamdigashi, vlerë totale prej 580.000 euro, Ministria dhe komuna, asfaltimi i rrugës Vushtri Skoçan, në vlerë prej 2,5 milion euro, prap Ministria me komunën, asfaltimi rrugës Slakoc, Nadakoc, 100% prej Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës, asfaltimi i rrugës Pantina Shlan, 100% prej Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës. Pra dashur qytetarë Vushtris, e keni një qeveri të Republikës që e donë Vushtrin, sepse ju donë juve edhe donë që ju të keni infrastrukturë jetes sa më të mirë në komunën tuaj dashur, që është një vendbanim i lashtë e që i ka dhënë Kosovës shumë kulturë e histori. E tash, sot një javë, që që tha dhe Sylla, me që Kosova u bo shtet për krejt, duhet krejt për shtetin. E krejt për shtetin, me 7 qershore ka një numër. Numri është 116. Pra, me 28 dhjetor e keni pru vitin e ri 3 ditë para kohës, me 7 qershor, sjelleni stinën e verës 2 javë para se që shkru në kalendar. Votojni numrin 116 në anën e majtë të fletë votimit, e mandej në anën e djathtë të fletë votimit. I keni 110 numra. Ma shumë se 10 nuk bën, ma pak se 10 bën, a 10 është tamam. Pra, 10 kandidat, se cili është maj mirë se tjetri, po ata që jau kanë ngruz zemrën e jau kanë mush menën pak ma shumë se të tjerët, përcaktojni për 10 prej tyre, e më lejoni që unë t'ua tregoj se kë e keni nga Vushtria me emër e mbiemër, me numër rendor e nga Preardhja. Triera Kasumi, numër 36. Suleman Meholli, numër 41. Pranvera Jusufi i Meri, numër 47. Abdullah Klinoku, numër 73. Dhe Fjolla Ujkoni, numër 98. Pra, unë ua përmenda 5 kandidat, ju duhet mjashtu edhe 5 tjerë për mu bo 10 tamën. Të dashur qytetarë të Vushtris, shteti është në duar sigurta. Unë jam herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Ushtrueset detyrës presidentes e Kemal Bulina Xhiun, por ajo çka po na mungon, është kuvendi i Republikës që me i qu ligjet aty, me i miratu edhe me esë ma shpejt. Prandaj është shumë rëndësishme
që të fillojmë në mandatin e ardhshëm, e për këtë na duhet një fitore edhe më e madhe se me 28 dhjetor. Vetëm vrejeni me kujdes prej vjeshtës së vitit 2019, prej vjeshtës së vitit 2019, për 6 vjet e gjys, 5 herë zgjedhje. Prej që fiton vetëvendosja, na i organizojnë zgjedhjet shpesh. A kuptoni? Për me mujt me na vënu pak, se me na nol, s'ka kur që na nol. Pro, i bjen që mesatarisht bloku opozitor Kosovën prej që fiton vetëvendosja e ka gjuhë në zgjedhje gati për çdo vjet. E nuk ndodh në historinë e asnjë republike, jo në Ballkanin e Evropë, po ndoshta edhe më gjerë se kaq, që në vend se zgjedhjet të organizohen një herë në 4 vjet, ato muajt ka 2 herë në vjet. Por të dashur qytetar, me 7 qershor i vjen fundi edhe këtyne blokadave procedurale edhe krizave artificiale. Por bindjen time të fuqishme, është shumë e qartë pse blokojnë. Blokojnë se s'kan mo terminali doganore. Kur na e kemi marrë qeverisjen para 5 vjetëve, veç një terminal doganor ka qenë i shtetit, aj në aeroport. Krejt tjerat kanë qenë privatizume. Dogana, kufiri i Kosovës ka qenë i privatizume. Prandaj edhe nuk kanë qa kokën për veriun e Kosovës edhe për Mitrovicë. Se këta kanë privatizu kufirin, të hyrën në kufi e kanë privatizu. E që nga marsi i këti viti, asnjë terminal doganor nuk është më jashtë shtetit. Të gjitha i kemi kthyer në publike shtetërore. E di që kanë hallë byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Mirë po ne nuk mund të lejojmë që brezit të ardhshëm, fëmijëve t'juaj, e fëmijëve që s'kan lind ende, t'ua vështirësojmë jetën pa pas mundësit barabarta për gjithë, sepse dikush na pas ka abuzuar me pushtet, me zyrë publike dhe na qenë ka bërë multimilioner. Kjo nuk mund të tolerohet dhe kjo do të korrigjohet. Pra, nuk kanë zgjidhje ata që duan të na ndalin, sepse as qytetarët nuk lodhen e as ne nuk dorëzohemi. Prandaj, sot një javë, me kushërit të afërt e të largët, jo veç ju, prej atyne që i bojnë 18 vjet me 7 qershor, e dejtë ata që i kanë 88, 98, a 116, so e keni matë moshme në vushtri këtu, dilni krejt në zgjedhje, të djelen sot një javë, votojmë bashk, fitojmë bashk, numrit 116 qëtë janë i pikën, edhe letë kumboj vushtria dhe krejt shqiptaria me një rekord të rritë e vetëvendosjes. Faleminderit shumë e miru pofshin të bime e takime drejt kremtës sot një javë. Atëherë kur komisionerët edhe vëzhgusit, kur t'i numrojnë votat, thojnë, u thy rekordi prap, vetëvendosja jo 51%, po edhe 160%. Miru pofshim!